Atentati i ndodhur pak ditë më parë ndaj gazetarit italian Sigfrido Ranucci, moderatori i emisionit Report, po hetohet me intensitet nga autoritetet italiane, ndërsa një prej pistave të hetimit është ajo i lidhur me shqiptarët. Në një artikull të sotëm, La Repubblica shkruan se antimafia italiane po heton krye trafikantin shqiptar Artur Shehu. Artikulli i plot i La Repubblica nga Giuseppe Scarpa. Në hetimin për sulmin ndaj Sigfrido Ranucci ekziston një pistë shqiptare. Emri mbi të cilin po përqendrohen hetuesit tani është Artur Shehu, 58 vjeç, një sipërmarrës me origjinë nga Shqipëria, i konsideruar nga hetime të ndryshme si një figurë e rëndësishme në krimin e organizuar të vendit të tij. Ai aktualisht jeton në SBA ose në Florida, ku bën një jetë private në Miami ose ku jeton prej disa vitesh. Sipas burimeve hetimore, Drejtoria Hetimore Antimafia mori gjithashtu informacione nga Vlora në jug të Shqipërisë në lidhje me përfshirjen e mundshme të Shehut në shpërthimin që ndodhi më 16 tetor pranë moderatorit të emisionit Report. Kjo është për momentin një hipotezë për të cilën nevojiten konfirmime të mëtejshme dhe verifikime përfundimtare, por megjithatë po ndiqet nga afër nga magjistratët e Drejtorisë Antimafia të distriktit të Romës, zëvendës prokuroria Ilaria Kalo dhe prokurori Carlo Viani, së bashku me karabinierët e njësisë hetimore që prej ditësh po përpiqen të rindërtojnë çdo detaj të atentatit. Motivi i mundshëm mund të lidhet me një episod të Report më 21 prill 2024, një reportazh të titulluar Hotspot Albanese, rreth projektit për qendrat e emigrantëve që Italia ka ndërtuar në Shqipëri, në Shëngjin dhe Gjadër. Në atë reportazh emri i Shehut shfaqet në disa pasazhe dhe vendoset në një kontekst marrëdhëniesh dhe marrëveshjesh biznesi që prekin qarqet politike dhe institucionale shqiptare. Në programin e Rai 3, 58 vjeçari shqiptar përshkruhet si një trafikant i madh droge, i cituar tashmë si në hetim ndërkombëtar për lidhje të dyshuara me Cosa Nostra dhe Sacra Corona Unita. Sipas investigimit gazetaresk, Shehu dhuroi 30.000 metra katror tokë pranë Vlorës për fundacionin e General Fabrizio Lizzi. Në atë kohë kreu i Guardia di Finanza në Shqipëri. Operacioni sipas emisionit Report u ndërmjetësua nga avokati Ongjëlla Gaçi, sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave të Shqipërisë, edhe bashkëpunëtori i ngushtë i kryeministrit Edi Rama, i cili ishte gjithashtu një figurë kyçe në finalizimin e marrëveshjes dypalëshe. Emri i Shehut nuk ishte i ri as për shtypin ndërkombëtar. Në mars të vitit 2021, gazeta amerikane Miami Herald i kushtoi atij një hetim të thelluar të titulluar Nga një vilë në Miami Beach, një burr me lidhje të dyshuara me mafien ndërton një perandori biznesi në Shqipëri. Artikulli ndërton një portret të detajuar të jetës së tij në SBA, duke përshkruar jetën e tij në Elton Road, disa hapa nga xhiri i Biscayne, i rrethuar nga palma mbretërore me një lëndim të mirëmbajtur dhe 2 makina luksoze të parkuara në rrugë. Sot thuhet gjithashtu se zyra e prokurorit po verifikon këtë profil ndërkombëtar, duke e kërkuar vërtetim midis informacionit mbledhur në Shqipëri dhe lëvizjeve të 58 vjeçarit. Mbeten pista të shumta se kush e urdhëroi sulmin, duke reflektuar vëllimin e hetimeve që Report ka kryer gjatë viteve, shpesh duke hyrë në zona të ndjeshme dhe duke prekur interesa të rëndësishme ekonomike dhe kriminale. Në këtë fazë, megjithatë, vëmendja e hetuesve duket se është përqendruar kryesisht në sektor të caktuar të mafjes shqiptare, ndërsa karabinierët vazhdojnë hetimet e tyre për të identifikuar se kush i vendosi në të vërtetë eksplozivët. Një i dyshuar i dytë është ai që u përpoq të futej me forcë në shtëpinë e gazetarit verën e kaluar, por nuk pati sukses.